Me thonë, vetëm se sinqerisht koordinomi, ndoshta një javë ditë para, që sepse se cilë e ka qofë shoqërinë e vetë, qofë pjesën e familjarëve të tjerë, që mos me prish se kena ditë mjaftueshëm për me qenë prapë gjithë bashkë. Dhe kur pi koordinojmë, u bu iftari. U bu iftari, unë po të shërbej me një hurme. O, shumë faleminderit. Edhe pak ujë. Shumë faleminderit. Kërkoj ndjesë që ko me të lonë pak, pa ushqim, pak minuta. Jo, pa me rakë, se dhe kështu s'u pëhojmë ushqimin me nërë. A jo? Okej. Me kujdes, pra. Po, shumë faleminderit. E di që me hurma është një prej të preferuarave për me bu iftar. Uroj që për ty është interesant që se dia e din të gjitha ajo, se dia dhe të Blerona e din ajo, po hurmat hahen tek. Do të thëtë nuk bën me ngrën 2 hurma. Duhet 1, 3, 5, maksimum 7. Okej, cila është historia ose fabula? Realisht kjo shkruhet edhe fetarisht, do me thonë,